çështjen e dallimit mes shekularizmit edhe asaj që quhet laicizëm. Pse tek ne, në veçantë në Ballkan, apo në këto republikat, ish republikat e Jugosllavisë, dominon ky bot kuptim i laicitetit, më shumë se sa e kanë kuptuar në mënyrë më të ashpër dhe më të egër shekularizmin se sa në vende tjera. A është kjo një pasojë e asaj që kemi jetuar një kohë të gjatë në sistemin moniste, i cili ndoshta ka ndikuar pakës në mënyrën se si kemi kuptuar gjërat, apo ka ndodhur një lloj, ta quajmë, riedukimi i cili ka larguar nga normat fetare? Mendoj që secila shoqëri ka disa karakteristika të veçanta dhe realitete të ndryshme, të cilat kanë edhe simptoma ose nuanca të ndryshme të realitetit. Pra Maqedonia dhe Shqipëria, por edhe Serbia dhe Mali nuk kanë një përplasje të tillë dhe një konflikt të vazhdueshëm mes shtetit edhe grupeve minoritare ose grupeve të dyta jo shumicë, këtë rast shqiptarët janë grupi i dytë etnik më i madh, ka shi drejta bazike fetare. Për shembull, këtu nuk diskutohet çështja e xhabit në shkollë ose në sepse në fillim ka qenë, por alhamdulillah fal një aktivitetit, gjetëm mirë kuptim. Në Kosovë është që kur është ndërtuar shteti dhe kur është vendos me këshillën dhe me punën edhe të faktorit ndërkombëtar, mendoj që ata cilët e kanë ndërtuar këtë kushtetutë, duke pasur tërësisht formimin sekular tek ta, ndoshta e kanë bërë këtë qëllimisht, ndoshta edhe për t'i kënaqur ndërkombëtarët, po edhe për t'i zbatuar parimet e tyre që feja sa më pak t'jetë prezente në jetën publike, e dukshme në për institucione shkollore, që t'jesht imazhi i shtetit tonë, sepse Kosova do të ndërtohet si një shtet laik, këtë rast sekular, një shtet demokratik, një shtet liberal, një shtet i cilin feja nuk duhet të ketë një pamje qendrore, që mos portretizohet në botën perëndimore, e cila ka sponsorizuar, ndërtu dhe ndihmu më së shumti krijimin e shtetit Kosovës, një shtet me një imazh tillë, natyrisht nga frikat dhe përvojat e shteteve, luftat më hershme me shtetet në lindje, shtetet islame. Por ajo mendoj që ka qenë gabim, sepse gjithmonë çdo gjë të cilën ti lufton ai reziston më shumë dhe bëhet më ekstreme në qasjen e saj. Edhe ekstremizmi i prodhohet zakonisht nga islamofobia e teprume, sepse këto janë dy anë të kundërtat njëjtës monedhe, cilat nuk mundin me jetu pa njëra tjetrën, dhe njëra ekstreme prodhon tjetrën. Ekstremizmi fetar prodhon islamofobi të urryer. Islamofobia e madhe prodhon ekstremizëm, sepse dy porët portretizojnë armiqësi të madhe dhe gjykim bardhëzim me njëri tjetrin. Në këtë rast mendoj që kanë gabu, sepse Kosova është shumicë muslimane, edhe besimi është kategori e brendshme shpirtërore, po dhe shoqërore dhe jashtë me individi, që individi ka drejt vetë si dën ta përcaktoj mënyrën e jetesës dhe organizimit jetës tij. Do të thonë, mendoj që e kanë tejkalu popullin e vet, e kanë paragjyku popullin e vet. Unë kam lexuar diku se shumica e kushtetutave i japin shumë rëndësi të drejtave dhe lirive të njerëzit. Dhe në shumicën e kushtetutave të shteteve të ndryshme, këto janë bazike. Si është e mundshme që ti të thirrësh në kushtetutë, e cila thotë se shteti i Kosovës është shtet sekular ose laik, sipas versionit shqiptar, në të njëjtën kohë, me këtë veprim ti ushtron një lloj apo bën një lloj diskriminimi, një lloj shkelje të drejtave dhe lirive të njerëzit. Ajo që është, më me thonë ajo që thonë devil, djallin mes detajeve, është që në perëndim, në përgjithësi, respektimi drejtave njerëzit prevalon ka e përsi ndaj interpretimit ose përdorimit si argumentim të karakterit të shtetit. Sepse karakteri i organizimit të shtetit është aspekt formal. Shteti i lirë, i pavarur, demokratik, jo demokratik, formë tjetër e qeverisë, autoritative, etj, monarki, etj, totalitar, multietnik, monoetnik, etj.